Pojani, fshati turistik në Fier, pranë parkut arkeologjik të Apollonisë, po përballet me një krizë higjieno-sanitare që rrezikon shëndetin publik dhe imazhin e zonës, duke e prezantuar keq përballë turistëve të huaj. Në vitin 2025, një nga zonat më të vizituara të jugut të vendit vazhdon të mos ketë sistem kanalizimesh për ujërat e zeza, ndërsa shkarkimet e palishme dhe të pakontrolluara po shndrohen në kërcënim të përditshëm për banorët. Mungesa e rrjetit të kanalizimeve po ekspozon komunitetin ndaj infeksioneve, epidemive të mundshme dhe katastrofës mjedisore, ndërsa era e rëndë e ndotjes i përshëndet turistët sapo hynë në fshat. Fshati turistik i Pojanit, i cili duhet të ishte një vend i përshtatshëm i agroturizmit dhe kulturës shqiptare, sot po kthehet në një shembull të trisht të neglizhencës institucionale, pohojnë për televizionin Apollon banorët. Ata theksojnë se prej vitesh kërkojnë zgjidhje, ndërsa autoritetet lokale dhe qendrore vazhdojnë të heshtin, duke rrezikuar jo vetëm shëndetin e njerëzve, por edhe reputacionin e parkut kombëtar arkeologjik të Apollonisë, një nga perlat e trashëgimisë son kombëtare kulturore. Këtu në Pojan, thon banorët, jetojmë në një alarm të përditshëm, ndërsa fëmijët dhe të moshuarit janë më të rrezikuarit. Të indinjuar nga situata e pandryshuar që për çdo ditë bëhet e rrezikshme dhe e turpshme për një zonë me kaq shumë histori, banorët pohojnë se situata është tragjike, pasi çdo ditë ndihen të rrezikuar dhe të kërcënuar për shëndetin. Ka kanalizime të ujërat e zeza? Jo. Ku kanë? S'ka në birjo. Po ku i shkarkoni ju? Neve që kemi bërë puseta i kemi ndjenëre, në puseta tona. Po këta që nxjerrin këte gjades, këta gjadetëri. Gjadetëri. Ja, këta familje të tjenë gjadetit njëjtë. Ne rrezikon shëndetin, ne nuk dalim do për jashtë nga ajere dhe cëllët. Pusht, rrezik është dhe që kemi te, së mundi e madhe është. Së mundet po vinë kotjo në të pislojke që kemi. Për para nuk ishe vinde, ajo infermierja për para vinde shikon të parë banjon. Banjon të parë bënde. Ka shi zviz njëri të shikojnë. Pas banjon tës. Se djonë popullin njëri fare. Fare, të në dinë se të sa kanë prapa. Janë ngopën për vete ata dhe stunë për neve. Ndërkohë që autoritetet lokale dhe ato qendrore vazhdojnë të mos marrin masa për të kthyer këtë perlë të turizmit kulturor në një shembull të pastër të neglizhencës shtetërore, Pojani po kërkon zgjidhje sot, se nesër mund të jetë vonë, theksojnë banorët. Është koha që institucionet të reagojnë përpara se një problem i zvarritur prej vitesh të kthehet në një emergjencë shëndetësore dhe në një njollë të rëndë për turizmin shqiptar.